Ka me qenë në rastin e parë që të kërkoj kush i cakton këto ndeshjet e si është e mundshme që në mes në tyne në një termin ma goditës kisha me thonë në termin ma të rëndësishëm kur gjithë presin që ndeshja Senegali Franca është me interes të transmetohet një ndeshje e të reprizohet një ndeshje të cilën e kanë shiku të gjithë sepse e cila po ashtu është shiku porno me dho se reprizë më të gode. Leo me pas efekt kjo reagimi im milaj ma shumë me pas reagim isha une në këtë pata disa mysafira ty të cilët jemi shgënjy të gjithë edhe unë po mendoj që kjo nuk është e drejtë edhe ka posë edhe një reagim nga Vola dhe Telekomit që të kanë drejtën ekskluzive për transmitimin e ndeshjeve. Ata i kam ble që pas tyre gjitha, mirë po 64 ndeshje, për 104 sot do zhvillohen, ja kanë dhënë transmitim përmes një bashkëpunimi. Kush është ai që i cakton këto ndeshjet? Kush është ai që cakton në ndeshjet në terminin më të shiqum ku edhe programet informative me interes që janë fshihen bukvalisht prej programit që të shiqohen këto ndeshje që janë me interes. Edhe vërtet e pa syshme është në këtë mënyrë. Po dyat janë, edhe të vjerë Po prandaj po them. Ashtë tort, për një me, edhe për zgjedhe, nëse zgjedh 64 ndeshje, kjo vërtet e pa kuptim tërë. Si është bërë zgjedhe, aty nuk kemi informacion. Jo, si është bërë. Nuk është, a e dim, as e dim informacionin, po kjo është një... Skandalën veti realisht, prof, nëse kësha mujtë me qujtë të tjelë. Është skandaloze, me ardhë kur pret që ndeshja të zhvillohet Francë, Senegal, del një reprizë një ndeshjet të cilën e kemi shushu, është vërtet... Edhe plus, janë ndeshja live, thot, po futemi në transmitim live, unë son të dëgjojsha, a këto kur pesha, seriozisht nuk e dita. Unë e mendova që është live. Edhe unë e komendu, unë e prita me fillu ndeshjen e shpejt kom reagu, kom thirë, Lorikun... Po, në kontaktove. Edhe tyre tri qështeve që Milajmi i bapi, unë mendoj, i po hapi, unë mendoj që unë i thamë pak se shkurt 10 sekunda, unë e gjerat njët ju mësu edhe në luft edhe gjithmonë i kam thonë të vërtetën përmes humorit tim. Apo kuptan? Që përmes humorit të thamë 90% të vërtet. Po kjo pjesa humorit ma lufton smundjen e kancerit, se për një me të bje kancerin këthizë dhe vdes, njeri me po në 8:45 prime time me dhonë të ndeshjen reprizë, kjo është marre, ma marre nuk ka, edhe mu desh ata... Repriza mundet mas mesnate, ose... Po ti Nora... Ma marre është kjo se me dollë drejtorit Cullak i televizionit. Kur gjës është me dollë? Bravo, se po të vinë pantallë. Kur gjës është po? Trener, për të qështit që i hapi Milajimi për transmitimin? Të e në qështje shumë folje edhe Milajimi edhe profa, edhe është egzakt si që thanë, do me thonë, kjo është kampionat botnor, tena populli, dikush i ka kushtet, dikush si ka kushtet, kampionati është i të gjithve, jo me këshirë me fitu për i këti popullit shkret,